Pas një takimi mes ministrit të arsimit Abdilati Mademi dhe drejtuesve të Sashkut është arritur marrëveshja për çështjet e hapura nga Sashku. Marrëveshja parasheh zgjedhje konkrete për secilën temë, zgjedhje të pranueshme për të dy palët dhe e njëjta parasheh masa stimuluese për mësimdhënësit që të jenë edhe më kreativ dhe cilësor në punën e tyre, ndërkaq që dënimet nga testimi ekstern janë hequr nga kombinimi. Pas një takimi në mes të ministrit të arsimit Abdilati Mademi dhe sindikatës së arsimit, shkencës dhe kulturës, është arritur marrëveshja për çështjet e hapura nga Sashku. Marrëveshja paratjet zgjidhje të pranueshme për të dyja palët, por edhe masa stimuluese për mësimdhënësit që të jenë edhe më kreativ dhe cilësor në punën e tyre. Pika më ndjeshme gjatë këtij procesi ka qenë çështja e dënimeve për mësimdhënësit. Taf Ahmeti nga Sindikata e Arsimit dhe Shkencës për Regionin e Gostivarit njofton se për çështjen më delikate që ishte notimi ekstern, tashmë dënime nuk do të ketë, ndërsa mësimdhënësit që do të tregojnë më të suksesshëm dhe kreativ do të shpërblehen dhe do të stimulohen. Ajo që është më kryesorja se më dënime në të holla nuk do të kenë lidhje sa i përket notimit ekstern. Por në kuptohet se në këtë pjesë janë paraparë disa etapa të cilat do t'i kalojnë ato arsimtarë të cilët do të kenë një farë diferencë ose në atë listën në të cilën do të kenë shmangje më të madhe prej asaj notës mesatare të cilën i kanë dhënë ato. E para ka të bëne me atë se do të shkojnë në këshillim, domethënë ngelen ajo pjesa e cila është paraparë me ligjin, që do të shkojnë në këshillim, nga tash nënkuptohet me një përforcim më të madh nga Byroja për Zhvillim të Arsimit, ku do të marrin pjesë këshilltar, dhe nëse vjen edhe më tutje, domethënë me radhë fillojnë të ketë një gjë të tillë, atëherë ajo që ishte më e prekshme për ne, përjashtimi nga puna nuk do të jetë duke të bazohet vetëm në pjesën e notimit ekstern, por këtu do të mirën edhe evaluimi që bëhet çdo vit, do të mirët integrimi vlerësimi integrues, do të mirët vlerësimi integrues që bëhet çdo 3 vjet të shkolla, dhe më në fund ajo që është më kryesore do të jetë drejtori ai cili do të vendosë sa duhet ndonjë arsimtar përjashtohet prej shkollës ose jo, që jemi të vetëdijshëm në gjë të tillë shumë rëndë dhe mund ndodhe. Nga ana tjetër, nëse pak e analizojmë 3 herë me radhë të ketë menjanim nga ajo nota të cilën e ka vënë vetë arsimtari shumë rrallë edhe ndodh. Vlen të ceket edhe ajo se këtu ne nuk e kërkuam si sindikat, por nga ana e ministrisë është dhënë edhe ajo se për stimul të vetë arsimtarëve për punën e tyre në vlerësimin e nxënësve, na kanë mundësuar që diku 50% atyre të cilët nuk janë në atë grupin e të mirëve në vlerësim, do të ketë një rritje e rrogës për 9 muaj nga 10%. Nëse po të njëjtën e vazhdojnë 3 vite me radhë, domethënë pa ndërprerje, atëherë kjo 10% do ngele derisa të dalim në penzion. Ndërkaq përsa i përket çështjes së evidencës nga ana e mësimdhënësive, Ahmeti sqaron se ditari klasik apo prej letre do të hiqet prej përdorimi pas 2 vitesh, por aty ku ka kushte edhe më herët. Sa i përket kësaj pike u vendos që aty ku do të ketë kusht, shumë shpejt do të hiqet ditari klasik, do të ngele vetëm ditari elektronik, dhe më së voni diku afër 2 vite, mirë po në ato vendet rurale, sidomos ku nuk ka kushte për një ditar elektronik, do ngele ditari klasik. Por gjithashtu edhe nëpër ato shkolla ku nuk janë kushtet me të pajisura me internet e kështu me radhë, do ngelin të 2 ditarët, mirë po me një reduktim të madh të dyve. Por sidoqoftë, avancimi i vetë ministrisë është ngele ditari elektronik. Ndërkaq qeveria dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës do të vazhdojnë negociatat me Sashkun për të punuar së bashku për caktimin e mundësive reale për rritje të rrogave në arsim, dhe në këtë kontekst të dyja palët do të intensifikojnë negociatat për aplikimin e kualifikimeve të mësimdhënësve të përcaktuara nga ligji për mësimdhënësit.